Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Sot, siç e keni parë edhe nga titulli, do hapim një pako nga Temu. Okej, ju e keni parë videon e mëparshme, që unë kisha bërë një blerje shumë të madhe në Temu. Edhe okej, pas asaj pakos, unë bleva disa gjëra të tjera. Sepse pisa më e madhe e atyre gjërave që bleva ishin shumë të mira, dhe unë i përdor ato, i përdor për shtëpinë. Dhe normale kur gjen një vend që ka produkte të mira, se jo do blesh prap. Dhe unë bleva prap. I lam të gjitha lekët në Temu. Dhe po, tani do fillojmë me produktet. Produkti i parë që kam bler, domethënë, këto janë disa gjëra në fakt që nuk janë shumë për përditshmëri, janë më shumë gjëra pune. Dhe tani, si që shikoni, kjo është një mushama. Unë do i hap të gjitha dhe do ja u tregoj. E kemi marrë në ngjyrë të zezë. Dhe këtë e do burin për punë në ditë me shi, që mos njomet nga shiu. Ta veshi, kur të punoj. Dhe ja, është kështu mushama e zezë, me këto kopsa që mbyllet edhe kështu. Kjo është një. Tjetër, produkti i dytë është një klef. Telefoni për iPhone 12 Pro Max, por është për meshkuj. Këtu më duket se kam shumë gjëra të burrit tim. Është kështu me këtë shprehjen sabër, që është, si ta them, 2000 years later. është diçka në penicillimane, po unë nuk e di si ta shpjegoj të saktë. Edhe më mirë nuk po e shpjegoj fare. Okej. E mora prap klefin e telefonit, po kësa herë për 16 Pro Max. Edhe po ja, që t'ja u tregoj këtu, është shkruajtur 16 Pro Max. Që do t'ja vendos telefonit tim, e mora si kësaj tjetri, që ju kam treguar në një video më përpara, që e mora për 12 Pro Max, ishte telefonin tim, që tani i ka kaluar burrit tim, sepse unë mora 16 Pro Max normalisht. Edhe e mora një soj identik, po e mora për 16 Pro Max tani, që t'ja vendos telefonit tim. Sa i bukur që qenë ka. Shumë i bukur. Madje ky pas ka një si cover të bardhë nga sipër, jo si i pari, ai ishte thjesht komplet roz. Ky ka këtë si cover të bardhë edhe shumë i bukur. Shumë i bukur që më pëlqen, më pëlqen. Duhet të bëja një kështu, por si gabim që të bëja këta. Okej, tjetër, një klef tjetër për iPhone 12 Pro Max të zi. Edhe më e bukura nga të gjitha është fakti se burri im do ta ndroj telefonin tani, do marri dhe ai 16 Pro Max, edhe na rrofshin klefat me që plejnë. Ka një qeftë. Unë nuk e di se që është porositur, domethënë nuk e di unë se kemi qenë bashkë për porosit, po unë nuk i mbaj mend gjërat. Mbaj mend shumë pak ose as pak gjëra. Oça. Okej. Edhe në ëndër më doli që gjëra më që ta dini juve. Tani e gjitha që është, po. Shpresoj të jetë në gjithë. Shpresoj të jetë në gjithë. Shpresoj. Është me magnet, mos. Okej. Kjo është një zile. Kjo vendoset në... Kjo duhet të ngjitet. Në fakt nëse unë do t'i vendos një nga ato, kam ca ngjica kastile unë që ngjitet këtu mbrapa. Edhe ta ndaloj një sekond që të flas rehat. Dhe kjo vendoset tek dera, sepse ne te puna kemi një zyrë shumë të madhe me disa kate. Dhe te kati i parë kemi normalisht derën që futemi dhe vetë rrim gjithmonë në katë të dytë. Nga që nuk para dëgjojmë shumë derën kur hapet, na duhet të bëjmë diçka që në momentin që bie dera, ta ndiejmë. Dhe kjo është ajo gjëja që ne duhet të bëjmë, që në momentin që lëviz dera, do bëhet kjo zilja që neve
ta dëgjojmë edhe të kuptojmë që po vinë njerëz edhe të dalin, t'i presim, t'i pyesim se çfarë i duam me të thash. Kështu. Okej, do ta fus prapë te kjo kutia e vet, që ta çoj tek puna. Dhe po. Tjetër që, çfarë kemi? Okej. Kemi një kapuç. Wow. Ky qen ka kapuç për ajdut, jo për njerëz normal. Është kështu që nxjerr vetëm sy edhe mbulosh. Oj. Okej, këto i do bulin për në punë, tash sot, edhe në mëngjes sidomos, po nuk është që do ta vendosja te kapuçin, ka menduar se ishte kapuç i thjeshtë, kështu. Edhe dorashta, unë do t'jap edhe dorashtat. Të shohim, në dorashtat të thjeshta, se në kanë një gjë. Këto dorashta që mbanin kur ishin fëmijë. Kur ishin të vegjël, po e vendos. Që kanë për dorën time. Po, këto si kur do bëjmë një vjedhje. Të mos me janë gjurë magjisht, tash. Në Uf, sa vite kisha pa mend dorashka unë. Duaj ku s'mbahet mend. Dhe produkti i fundit, dhe jo më pak i rëndësishëm. Po. Ky është ngjitësi i kësaj. Më pas ka rënë. Është ngjitës. E vendos mbrapa edhe e ngjit në një vend. Po, dhe produkti i fundit që kam porositur është kjo gjëra këtu. Tani çfarë është kjo? Kjo është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha, që mua më duhet shumë. Dhe uroj që të jetë vërtet i mirë, të t'i shkoj një ujë kësaj. E kam marrë me këtë ngjyrën kështu si bezh, jo po si e verdhë, s'ka problem. Nuk më intereson fare. Gjë pa larë, po. Kjo është një klef dysheku, që i shtrohet dyshekut poshtë dhe që mua më duhet, sepse unë deri tani kam vendosur një copë kështu sa për të thënë, sepse nuk kisha një të mirë dhe këtu në Shqipëri nuk është se kam gjetur që të them që do blej një gjë të mirë, edhe pas në Temu kishte edhe një çmim shumë të arsyeshëm, thash edhe sikur të jetë gjëja më koti ever, paktën do më bëj punë për atë që më duhet, se nuk është se po pres ndonjë gjë kush e di, po do më bëj punë për atë që më duhet, dhe çmimi është shumë okay, sepse edhe sikur të griset të prishet, punë e madhe është një gjë që nuk ka kushtuar, sepse më vjen shumë gjëna dhe shumë keq për faktin që ka shumë faqe në rrjetet sociale që shesin sa produkte me cilësi skandaloze dhe me ca çmime marrëmendse që të vjen gjyna, të hedhësh lekët e tua dëm për atë material që e ble dhe që pas 1 muaj, 2 muaj do ta hedhësh në plera. Ndërkohë që mbi të gjitha ti paguan dhe thua halal ti ketë lekët, por pretendoj që po blen cilësi. Dhe ndërkohë cilësia është zero. Dhe kështu, prandaj më mirë e blej në Temu, ndoshta cilësia nuk është shumë e mirë, por të paktën edhe çmimi është shumë i arsyeshëm. Dhe në fund të fundit pse jo, kur kemi mundësi që të blejmë në Temu, se shqyr zotit, llogari bankare kemi, karta krediti kemi, edhe i shfrytëzojmë si mundësi se mund t'i blejmë edhe këtu në Shqipëri në faqet online, po ka një problem që këto faqet online i marrin në Temu, në Shein me vlerën që kanë atje të çmimit dhe na i shesin neve me 2-3 fishin, 4 fishin e çmimit, varet si vi Terezia. Okej, unë e kuptoj që ata kanë një biznes dhe dikush që e do një produkt shpejt, se jo e merr aty. Po në fund të fundit është dëm për portofolin ton dhe
Në momentin që e kemi mundësinë t'i shfrytëzojmë këto, se shqyqyri Zotit është hapur tregu për Temu, për Sheinin në Shqipëri, i bëjmë vetë këto blerje, nuk kemi nevojë të na i sjelli dikush nga jashtë. Unë të paktën e shfrytëzoj si mundësi këta. Pastaj kush ka frikë se do t'i vjedhë 1 lekë nga karta, le t'i bëjtë në portofolit. Dhe kështu, ne këtu kemi ardhur në fund të videos, po unë si gjithmonë në fund të videos kam dëshirë të bëj disa pyetje që janë për juve, sepse dhe unë dua të di juve blini gjëra në Temu, sa blini më së shumti në Temu dhe si ju kanë qelluar produktet, do ta them kështu, kanë qenë të mira, kanë qenë të dëmtuara, i keni marrë lekët mbrapsht, nuk i keni marrë apo ku di unë. Më shkruani në komente dhe mos harroni të më bëni like në video, share dhe mbi të gjitha mos harroni të më bëni subscribe, sepse ju e dini që për mua është shumë e rëndësishme. Ne do shihemi shumë shpejt në një video tjetër dhe shumë faleminderit që pat videon time deri në fund. Bye!